Po përëndon mbi liqen, aty ku Lazgushi gjente frymëzimet e veta magjepse dhe aty ku ne u përpoqëm të mbledhim së bashku reflektimet e një periudhe pushimesh aktive lidhur me sezonin e ri politik. Kemi diskutuar për besën, kemi diskutuar për pranim besnike, kemi diskutuar për ekosistemin e ri të komunikimit të qeverisë, jo në kuptimin thjesht komunikimit publik, por të komunikimit me qytetarin. Kemi diskutuar edhe për pasqyrën unike, pasqyrë Albania, ku qytetarët do të kenë të pranishëm të gjithë institucionet dhe ku ambicia është që më herë se vonë të arrijmë në pikën që çdo kërkesë, çdo shqetësim, çdo hall i qytetarit drejtuar institucioneve të jetë si një pako postale, statusi i cilës ndiqet në kohë reale nga dërguesi dhe nga ana tjetër shteti, qeveria, institucionet ndjekin përgjegjësitë dhe çdo shkelje afati shihet me lupë.